Shumë e rëndë ngjarja që ndodhi. Nuk e di, unë sa edhe nuk e pash. Vdiqi fëmijë 7 vjeç për Po, plasë po nuk e makina. dija. Sa problem është për ju si banor zonë në kjo rrugë? Shumë. Ecin shpejt e nën? Ecin shpejt? Po, hecin. Ajo të rëndit kjo ngjarje? Hecin, do presish për të lënë. Hajde, ka ndodhur edhe një ngjarje tjetër nesër. Ka ndodhur një ngjarje tjetër para ca vitesh, po fëmijë. Si di se majnë këto, nuk e majnë ku ka ndodhur. A ecin me shpejtësi, ku qëndron problemi i kësaj rrugës? Shpejtësia një dhe masinjaristike s'ka shumë, me thënë e drejtë. Shumë probleme ose vizat bardha komunikatu. Ja në lagje këtu, hynë dalë ka, ti ma tanë hynë dalë. Kështu që bjene sjaristike. Nuk qëndron problemi ke polici, përse s'ka që bon polici. A i to esë në rrugë, për shumë rrasë e di, në mratë, shoferët. Fëmijët e shkollës normalisht tu kalojnë, banorët këtu kalojnë. Tu kalojnë gjithë, me krahë ma tanë ose këtu. Shumë keq ka rrugë. Shpejtësia, normali që ndikon shpejtësia. Shoferët du të kenë kujdes, me thënë adresë, nga besë shoferë, kështu që jo shoferë autobuse. Kenë kujdes, po mangësia e shoferit, pagujdësia e shoferit. Mendja ime tash nuk e di. Faleminderit zotëri. Makinës, kaq. Kur e kemi nxirr, e ka nxirr një anë çon aty, e ka nxirr shumë me kujdes. Kaq, çfarë them unë? Kurse ai shoferi thoshë unë jam në rrugë nacionale, thoshë. Ke parasysh? Kam drejtën Kam drejtën time, ka thënë. Kaq. Ai thoshë kam qenë me 10 km/h. Tani ju jeni banorë. Po. Ngjarje të tilla të rënda kanë ndodhur gjithmonë. Edhe një herë këtu pa. Sa e rrezikshme është, e di që po aty. Edhe një herë tjetër pa fisi atyre, ka kaluar fëmijë. Afro pak zotrit, lutem. Po çfarë them unë? S'kam çfarë them atë. Kaq. Sa e rrezikshme është rruga? Është bërë shumë e rrezikshme këtu, sidomos me këtë lagje, është bërë shumë e rrezikshme. Kaq. Sa e vështirë ishte situata të nxjerrë një fëmijë 7 vjeç nga rrotat e makinës. Po e nxjerrim nga poshtë në makinë. Mbas shpejtësi maksimale thash, shumë shpejt. Se kishte pa një Sa që mbas ka kalu. Ka hes me shpejtësi shumë lartë. Sado që thoshë kam hes me 10, kam hes me 10. Ai ka pa ngjarjen fare mirë. Jam rrugë Tash më që po Ju arritët ta kapni këtë ngjarjen apo? Jo, po. Do pyesim andaj. Jene me ato në krahas, jete makina.